Po. Si shikoni kampionatin e futbollit tek vajzat? Atëherë, kampionati i vajzave këtë vit është më i vështirë se vitet e tjera, sepse janë forcuar shumë ekipe. Është forcuar shumë Durrësi, shumë Partizani, shumë ekipe. Se gjithë ekipet janë forcuar dhe këtë vit konkurrenca është akoma më e vështirë. Po ne me forcat tona do përpiqemi që të bëjmë një kampionat dinjitoz. Më mirë se të shbëm kampionatin e vjeçëm. A ka element futbollistik të vajzave qyteti Lushnjës? Po, ka. Për këtë ka, sepse 2-3 goca të Lushnjës bëjmë pjesë edhe rregullisht të U17 e kombëtarës femrave. Janë rregullisht zërë se janë 3-4 vjet që marrin pjesë rregullisht të kombëtarja U17 dhe të ditën e janë të grumbulluar te Tropikali për kampionatin evropian. Dhe për këtë jemi shumë orgulloz që gocat tona marrin pjesë te kombëtarja. A ka ekipi juaj vajza me emër ose element të mirë në fushë? Këtë vit po, sepse ne këtë vit kemi marrë dhe disa goca nga qyteti Tiranës, që janë edhe këto goca pjesë e kombëtares, U17 dhe U19 dhe ka. Themi që të majmë të majmë të njëjtin grup për vitin tjetër, themi se do bëjmë një ekip simpatik. A të kishë një mesazh apo thirrje direkte për vajzat që ditë luajnë futboll dhe të bëjnë pjesë e ekipit Lushnjës? Unë i bëj të falenderoj personalisht që më bëre këtë pyetje, unë i bëj gjithë gocave të Lushnjës, fshatrave, rrethanave që vinë të marrin pjesë në futbollin, sepse është një sport shumë i bukur dhe që të mbanë edhe çik larg nga këto telefonat. Pastaj duhet të them edhe këtë që federata jep edhe një fond, simpatik, jo simpatik, po jep goxha një fond që për gjithë gocat kanë një si tip rrog, mini rrog si mund ta quajmë. Dhe prandaj bëj gjithë thirrje goca na mosha 10 vjeç deri te mosha ku deri 17-18 të vinë pranë stadiumit, ne bëjmë stërvitje zërse për ditë. Kushtet janë mëse normale, i bëj thirrje që të gjitha, na të vogla deri te të mëdha. Kur nditet Lushja sot? Tani aktualisht ne kemi bërë 2 ndeshje, 2 humbje, sepse kemi lozur me 2 ekipe që janë potencial pretendent për të fitur kampionatin këtë vit, si Gramshi dhe Teuta, që kanë bërë investime marramense. Dhe themi që ndeshjen e tretë që është sot që të marrim ndonjë pikë. Faleminderit juve. Për mendimin tim, një vajzë do të ketë kompetencat e forta, nuk është e vështirë të luash futboll, por patë dëshirë vullnet, gjithçka arrihet këtë jetë. Sa vite keni që merrni me futboll? Unë personalisht kam 10 vite. Cili është roli juaj në fushë? Bërë sa e djathtë ose më sfushoj e majtë. A është entuziazmi në ndeshjet me ekipin e Lushnjës? Është shumë. Po, tash për ne u bën disa vite që angazhohen te futbolli i vajzave, bashkë me kolegun tim Elis Tregataj. Ne kena punu 2 vjet rresh me bashkëpunim me ekipin e Laçit. Nëse tash kena dalë në Bredi dhe kena formuar ekipin e Atletik Club, i cili është vazhdimsi një akademie që kena në Shkodër me grup mosha djemsh. A është e vështirë të kuptojë vajzat sot të luajnë në fushë? Po tash me pasion dhe me dëshirë si nga ana e stafit, si nga ana e vajzave, gjithçka arrihet. Vështira ka parë disa viteve, tash ka filluar thosën gjithë Shqipërinë është masivizu futbolli i vajzave dhe edhe për ne normal që qytet verior më i madh është pak më lehtë nëse me gjetë numër vajzash, por si vështirësi, si arritet bëhen me përkushtim edhe me pasion. Monda, a është e vështirë që një vajzë sot jetë pjesë e futbollit në Shqipëri? E vështirë është se çdo gjë ka vështirësitë e veta. A të vret opinionit të gjithë futbollistëve sot në shoqërinë tënde? Jo, nuk është se vret opinionin se çdo gjë bën me pasion, me dëshirë.